E për diskutuar dhe kuptuar detajet se përket heqjes në tërësi të masave, por dhe diskutimet në kuadër të samitit Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, kemi në një lidhje direkte kolegun ton nga Brukseli, Augustin Palogaj. Atëherë, Augustin, përshëndetje nëse na dëgjon. Përshëndetje. Atëherë, Augustin, e dëgjuam presidentin Osmani, e cila tha se ka marrë një konfirmim nga ana e presidentes e Komisionit Evropian që heqja masave tërësisht e Kosovës do të bëhet në janarin e vitit të ardhshëm. Cilat janë informatat e deri tanishme, a dhe a qëndrojnë këto informata? Po, atë që ka thënë presidentja Osmani e që në një mënyrë e ka konfirmuar edhe vetë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përmes një postimi, është paralajmërimi i saj për heqjen e pjesës së tjetër të masave të mbetura. Është përmendur nga zonja Osmani janari i vitit që vjen. Burimet këtu thonë, përdorin termin në pjesën e hershme të vitit të ardhshëm, që mund të thotë janari, por mund të thotë edhe pak më vonë, por gjithsesi është e qartë se tash brenda BE-s ka një kuptim që masa duhet të hiqen në tërësi, ato akoma nuk janë hekur. Vendim për heqjen e masave nuk duhet të ketë, sepse vendimi është miratuar çmoti, por gjithçka ka qenë në duart të Komisionit Evropian. E shërbimet e Komisionit Evropian kanë qenë hezituese për të hequr të gjitha masat. Dje, gjatë ditës, u konfirmua së pari nga një përgjigje që kishim marrë nga Komisioni Evropian që do të hiqen masat për 216 milion. Pastaj në mbrëmje pas samitit të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE-s u tha se do të hiqen në pjesën e hershme të vitit që vjen edhe 205 milion euro, dhe kur kjo të ndodh, atëherë do të mund të konstatohet se janë hequr të gjitha masat financiare. Por të rikujtojmë se ndaj Kosovës ishin shpallur edhe masa të karakterit politik, që do të thotë se Bashkimi Evropian kishte vendosur të mos takoj zyrtar të lartë të Kosovës në takime bilaterale, por paka shumë nuk janë respektuar këto masa, sepse ka pasur nga vendet e ndryshme të BE-s takime me zyrtar të Kosovës, ka pasur edhe takime në Bruksel, kështu që ato masa janë vërejtur shumë më pak se sa masat financiare. Prandaj, mund të themi se pas zgjedhjeve, në fillim të vitit që vjen, qoftë në muajin janar apo shkurt, pritet të hiqen të gjitha masat. Dhe Augustin, flasim pak edhe për samitin e mbrëmshëm të Bashkimit Evropian, i cili ka vazhduar edhe sot. Cilat ishin diskutimet ose çështjet kryesore që u diskutuan në këtë samit? Duhet të ndajmë dy gjëra. Sot dhe nesër është samiti i Bashkimit Evropian. Në këtë samit janë shumë tema. Tema më e vështirë është Ukraina dhe mënyra se si të financohet ai shtet. Por është diskutuar edhe për zgjerimin në aspektin strategjik, si të qaset BE-ja procesit të zgjerimit, sepse tash përpos kritereve objektive që duhet të përmbushen në këtë proces, po diskutohet edhe elementi geostrategjik, rëndësia geostrategjike e procesit të zgjerimit. Ndërsa mbrëm ishte takimi vjetor i rregullt, samiti vjetor i BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në atë samit u diskutua perspektiva evropiane e rajonit, bashkëpunimi i vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian, dhe u konfirmua edhe një herë gatishmëria e BE-s për të vazhduar procesin e integrimit të vendeve të rajonit, por gjithmonë duke insistuar që edhe vendet e rajonit të tejkalojnë dasitë që kanë, të përballen me trashëgimin nga e kaluara. E në këtë rast u përmend në veçanti se mungesa e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë i pengon të dyja në rrugtimin e tyre evropian. Nga samiti mbrëmshëm duhet veçuar edhe një fakt se në atë samit nuk mori pjesë Serbia, pasi kohë të gjata me gjas për herë të parë, sepse kështu kishte vendosur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Disa lider evropian thjesht kanë thënë se nuk kanë ndonjë qëndrim rreth asaj, takon vetë Serbisë të sqarojë pse nuk ka marrë pjesë. Në anën tjetër disa nuk kanë dashur ta lusin presidentin e Serbisë që të vije. Ai edhe më parë kishte paralajmëruar disa herë se nuk do të shkon në samit në Tiranë, nuk do të vije këtu nëse nuk duat të bëjnë këtë. Kësaj radhe nuk ka pasur ndonjë, të them ashtu, trysni ndaj tij që ai të vije, por është thjesht është vendimi i tij dhe ne vazhdojmë edhe pa ato. Kështu që deklarata që është miratuar mbrëm në samitin BE Ballkani Perëndimor është një deklaratë e BE-s me të cilën janë bashkangjitur edhe
5 vendet të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe thuhet në fund të deklaratës se me përbajtjen e kësaj deklarate nuk është përshtatur Serbia. Kështu që ai summit ka qenë në një mënyrë edhe hera e parë ku formalisht Serbia ka vendosur që të mungojë nga ky forum. Dhe Augustin, krejt në fund, cila është rëndësia e mbajtjes së këtyre samiteve apo thjesht janë të rëndësishme ndoshta edhe për shkak të takimeve që mund bëhen me liderët e Bashkimit Evropian? Ato takime janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sepse që nga samiti i Selanikit në vitin 2013, nuk ishte pasur samitet të tilla deri në vitin 2019, ndërsa nga viti 2019 janë bërë samitet të rregullta vjetore dhe së paku një herë në vit liderët e 27 vendeve të BE-s dhe liderët e institucioneve të BE-s takohen me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe këto takime të nivelit më të lartë politik kanë rëndësi të madhe politike. U pa dhe mbrëm, për shembull, ku presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shfrytzuar atë takim që para liderëve të ngreni çështje për të cilën unë besoj se liderët as nuk kanë qenë në dieni. Për shembull, masat ndaj Kosovës nuk kanë qenë të shpallura diku, të vendosura në mënyrë formale, të publikuara. Unë kam takuar disa diplomatë që kanë qenë pothuajse të shokuar kur kanë kuptuar se me masa janë përfshirë edhe tazëm të rinjët apo projektet që kanë të bëjnë me ujë të pishëm apo me mjedisin, sepse kanë menduar se janë vetëm masa ndaj autoriteteve politike. Kështu që ky rast ka dëshmuar që takimet e tilla janë shumë të rëndësishme nëse liderët duan t'i përdorin ato në mënyrë të duhur. Por nuk janë takime formale ku miratohen vendimet, sepse në procesin e zgjerimit vendimet miratohen vetëm nga ana e Bashkimit Evropian, ndërsa vendet kandidate janë ato që duhet të përmbushin kushtet që kërkohen në këtë rrugtim. Prandaj edhe BE-ja e mban këtë summit, por edhe takimet e rregullta në nivel të ministrave të BE-s me ministrat e vendeve të Ballkanit, si një dëshmi e përafrimit të rajonit me Bashkimin Evropian dhe tashmë konsiderohet në aspektin politik një lloj integrimi para antarësimit. Takimi i radhës pra pritet të zhvillohet në muajin qershor në Maltëzi, vendi i cili ka avancuar më së shumti në procesin e integrimeve në BE dhe është vendosur që të formohet një grup i cili tashmë do të nisë të shkruajë traktatin e antarësimit të Malit të Zi, që në një mënyrë flet se sa afër është Mali i antarësimit në Bashkimin Evropian. Prandaj po them se në BE insistojnë që takimet e nivelit të tillë duhet të vazhdojnë dhe mungesa e Serbisë ka qenë një humbje për Serbinë më shumë se sa për të tjerët. Atëherë Augustin, falenderoj për gjitha këto informata. Ju falenderoj po ashtu. Faleminderit shumë. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se